Sezoni i ri turistik në Përmet ka nisur me përgatitje të shumta nga institucionet vendore. Drejtoresha e Zhvillimit Ekonomik, Bujqësisë dhe Turizmit Etleva Miftari bëri me dije se janë ndërmarrë një sër masash paraprake për të garantuar një sezon të suksesshëm dhe të organizuar. Kemi filluar sezonin e ri turistik për vitin 2026, i cili ka startuar me ditën e verës më 14 mars. Kemi bërqeljen e sezonit turistik dhe mendojmë se edhe si vitet e tjera do jetë një sezon i mbar, fal punës bashkisht të operatorëve turistik, të strukturave akomoduese dhe operatorë të tjerë që janë të përfshirë në sezonin turistik. Një nga masat më kryesore që kemi marrë fillimisht janë shërbimet publike në qytet. Kemi filluar pastrimin, ndriçimin në qytet, në njësitë administrative, në përfshatra të cilat janë të përfshira në sezonin turistik. Njëkohësisht kemi bërë dhe pastrimin në luginën e Lumidjosa, pasi Lumidjosa është shpallur park kombëtar dhe vizitorë të shumtë janë drejtuar drejt Vjosës. Ndërkohë Miftari u bën thirrje qytetarëve dhe bizneseve që të bashkëpunojnë për të ofruar shërbime cilësore në funksion të një turizmi të qëndrueshëm. Të mos abuzojnë me çmimet, që turizmi në qytet jetë sa më i qëndrueshëm, të jetë jo një turizëm sezonal, po të jetë gjithvjetor dhe gjithë turistët që vizitojnë një qytetin të rikthehen përsëri. Qyteti të jetë i mbushur plot vit nga vit, për një ekonomi akoma dhe më të qëndrueshme për qytetin. Përmeti mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turizmin natyror dhe kulinar dhe jo vetëm, duke pritur një fluks të lartë vizitorësh gjatë muajve në vijim.